Të gjithë hani spec djegës, por askush nuk e di se çfarë ndodh zemrës suaj. Speci i kuq djegës është përdorur prej mijëra vitesh kundër disa probleme shëndetësore. Këtu përfshihet urthi, kthapia, sëmundjet e stomakut, temperatura, probleme me tretjen, fytyn, çrregullimet hormonale, të vjellat dhe bajamet. Speci i djegës është i shëndetshëm për zemrën, por speci i djegës është tejet mirëbërës edhe për shëndetin e zemrës. Konsumi i tij sipas të dhënave ka ndikime të menjëhershme në sistemin e qarkullimit të gjakut, në enët e gjakut, në arterje dhe në tensionin e gjakut. Pjesa më e madhe e vlerave në fjalë atribuohet kapsaicinës, një substancë që shkakton edhe në aspektin djegës të specit. Speci i djegës është një aleat shumë i mirë i sistemit tuaj imunitar. Përfshirja e tij në gatimet tuaja të përgjithshme do të jetë një mburojë e mirë për organizmin. E vetmja që duhet të keni parasysh është të ta konsumoni gjithmonë me mas. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim